Problematikat e infrastrukturës rrugore në bloqet e banimit në Vlorë vijojnë të mbeten një shqetësim i përhershëm për banorët. Mungesa e investimeve dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme ka bërë që shumë rrugë të brendshme të lagjeve të jenë në një gjendje të amortizuar, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke rritur rrezikun për dëmtime të automjeteve. Një nga rastet më problematike është rruga Don Mark Vasa, e cila ndodhet në lagjen 28 nëntori. Kjo rrugë prej vitesh paraqitet problematike, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Gropat e shumta të krijuara në asfalt janë zgjeruar me kalimin e kohës, duke u kthyer në burim shqetësimi për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës dhe duke mbuluar tërësisht asfaltin. Në shumë raste kalimi në këtë rrugë bëhet i vështirë, sidomos gjatë orëve ku ka shumë trafik, ndërsa këmbësorët detyrohen të shmangin segmentet më të dëmtuara, ndërsa rruga është në brendësi të bloqeve të banimit dhe mjaft e rrahur nga banorët e zonës. Pa kohë më parë kjo problematik u trajtua edhe nga televizioni 6+1 Vlora, me shpresën për të patur reagim nga institucionet. Megjithatë, pavarësisht kësaj, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje konkrete për rihabilitimin e rrugës. Kjo mungesë reagimi ka shtyr banorët të marrin situatën në dorë, duke u organizuar vetë për të mbushur gropat me çakëll, në përpjekje për të përmirësuar përkohësisht gjendjen e rrugës. Por zgjidhja improvizuar nga banorët rezulton e paqëndrueshme. Me rreshjet e shiut u i largon çakllin e hedhur dhe rruga rikthehet sërish në gjendjen e mëparshme. Madje në disa raste situata përkeqësohet edhe më shumë. Gropat mbushen me ujë duke u kthyer në rrezik të fshehur për automjetet, të cilat shpesh pësojnë dëmtime, ndërsa banorët shprehen të shqetësuar jo vetëm për dëmet materiale, por edhe për sigurinë, pasi rruga përdoret çdo ditë nga fëmijët, të moshuarit dhe banorët e zonës. Ata kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme dhe të qëndrueshme nga autoritetet vendore për rihabilitimin e plotë të rrugës dhe përmirësimin e infrastrukturës në tërësi. Sipas tyre, investimi në rrugët e brendshme të lagjeve është i domosdoshëm për garantimin e një jete më të sigurt dhe më cilësore për komunitetin. Banorët e rrugës Don Mark Vasa shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe që institucionet përgjegjëse të marrin masa konkrete për të dhënë zgjidhje një problematike që prej kohësh kërkon vëmendje dhe veprim.